Horoskopi ditor, 17 maj. Një situatë mund të dalë jashtë kontrollit më shpejt nga sa mendon. Ka momente kur njerëzit mendojnë se kanë gjithçka nën kontroll derisa një reagim, një mesazh ose një e vërtetë ndryshon krejt atmosferën brenda pak sekondash. 17 maj sjell energji të forta përballjesh, tensioni emocional dhe zhvillimesh që mund të tronditin mënyrën si ishe disa njerëz rreth teje. Disa shenja do ndihen sikur diçka po afrohet dhe intuita nuk do t'i gabojë. Një veprim i papritur mund të hap një debat, një largim ose një afrim që askush nuk e kishte parashikuar. Kjo nuk është një ditë për të injoruar sinjalet sepse ajo që ndodh tani mund të ketë pasoja shumë më të mëdha në vazhdim. Dashi. Një situatë që dukej e qetë mund të ndryshojë papritur dhe kjo mund të vendosë përballë një reagimi që nuk mund të shtyhet më. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush nuk po mendon njësoj si më parë. Në punë, një zhvillim i papritur mund të detyrojë të marrësh një vendim më shpejt nga sa kishe planifikuar. Në marrëdhënie, një bisedë ose një reagim spontan mund të zbulojë emocione që kanë qenë të mbajtura në heshtje. Mos reago menjëherë nga nervozizmi. Është një ditë për të kuptuar situatën përpara se të marrësh një vendim të fortë. Nëse arrin të ruash kontrollin emocional dhe të mendosh me qartësi, mund të shmangësh një përplasje që do të ndikonte gjatë në vazhdim. Demi. Një zhvillim që dukej i vogël mund të fillojë të ndikojë më shumë nga sa mendon dhe kjo mund të bëjë të reflektosh seriozisht për një situatë që e kishe marrë si të sigurt. Një moment i vetëm mund të tregojë se disa gjëra nuk mund të vazhdojnë më në të njëjtën mënyrë. Në punë, një ndryshim i papritur mund të kërkojë reagim të shpejtë dhe më shumë fleksibilitet nga ana jote. Në marrëdhënie, një sjellje e pazakontë mund të zbulojë një emocion që nuk ishte kuptuar më parë. Mos u kap fort pas rutinës vetëm sepse të jep siguri. Është një ditë për të parë realitetin me qartësi dhe për të reaguar me maturi. Nëse arrin të kuptosh momentin e duhur, mund të shmangësh një gabim të rëndësishëm. Binjakët. Një informacion që vjen papritur mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që deri tani të dukej plotësisht e qartë dhe kjo mund të të japë një avantazh të rëndësishëm. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush nuk ka qenë aq transparent sa kishe menduar. Në punë, një bisedë ose një lajm mund të ndihmojë të kuptosh më shpejt drejtimin e gjërave. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë emocione që kanë qenë të fshehura për shumë kohë. Mos e shpërfill atë që dëgjon vetëm sepse vjen në mënyrë të papritur. Është një ditë për të analizuar me kujdes dhe për të reaguar me zgjuarsi. Nëse arrin të lidhësh detajet në kohë, mund të marrësh një vendim që ndryshon shumë gjëra. Gaforja. Një ndjesje e fortë mund të shoqërojë gjatë gjithë ditës dhe të bëjë të kuptosh se diçka po ndryshon edhe pse askush nuk po e thot hapur. Një moment emocional mund të vendosë përballë një të vërtetë që nuk mund të shmanget më. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë më shumë intuit se sa logjik për të kuptuar drejtimin e situatës. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim i vogël mund të zbulojë një emocion që ka qenë i fshehur për shumë kohë. Mos e injoro atë që ndjen vetëm sepse nuk arrin ta shpjegosh menjëherë. Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të reaguar me sinqeritet. Nëse arrin të kuptosh sinjalet emocionale, mund të ndryshosh mënyrën si e sheh vazhdimin e një situate. Luani. Një situatë që dukej plotësisht nën kontroll mund të ndryshojë drejtim papritur dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se jo gjithçka po zhvillohet sipas planit tënd. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush po pret një reagim nga ana jote përpara se të marrë një vendim të rëndësishëm. Në punë, një zhvillim i papritur mund të krijojë një mundësi që kërkon vetbesim dhe kontroll emocional në të njëjtën kohë. Në marrëdhënie, një fjali ose një heshtje e pazakontë mund të zbulojë emocione që nuk janë shprehur më parë. Mos e lër krenarinë të pengojë të kuptosh realitetin. Është një ditë për të reaguar me maturi dhe jo me impuls. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të kthesh situatën në favorin tënd. Virgjëresha. Një detaj që askush tjetër nuk po e vëren mund të japë një sinjal shumë të rëndësishëm dhe kjo mund të bëjë të ndryshosh mënyrën si e sheh një situatë të caktuar.
Një moment I vetëm mund të tregoj se dikush nuk po tregon gjithçka hapur. Në punë, një mungesë informacioni ose një gabim I vogël mund të krijojë tension nëse nuk reagon në kohë. Në marrëdhënie, një ndryshim në sjelljen e dikujt mund të tregojë një largim emocional që nuk është shprehur me fjalë. Mos u mbështet vetëm tek ajo që dëgjon. Është një ditë për të vëzhguar me kujdes dhe për të kuptuar atë që fshihet pas sjelljeve. Nëse arrin të analizosh situatën me qartësi, mund të shmangësh një shkënjim të panevojshëm. Peshorja. Një situatë që e kishe mbajtur në balancë për një kohë të gjatë mund të fillojë të ndryshojë dhe kjo mund të detyrojë të përballesh me një realitet që nuk mund të shtyhet më. Një moment I vetëm mund të tregojë se një person ose një situatë nuk është më si më parë. Në punë, një zgjedhje e nxituar mund të ndikojë në mënyrën si do të vazhdojnë gjërat gjatë ditëve në vazhdim. Në marrëdhënie, një distancë ose një reagim I ftohtë mund të ketë më shumë kuptim nga sa duket. Mos u përpiq të ruash një qetësi që po thyhet nga brenda. Është një ditë për të qenë I sinqert me veten dhe për të reaguar pa frikë. Nëse arrin të pranosh realitetin, mund të shmangësh një situatë më të rëndë. Akrepi. Një situatë që ka qenë e paqartë për një kohë të gjatë mund të fillojë të zbulojë anën e saj më të fshehtë dhe kjo mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person ose një zhvillim të rëndësishëm. Një moment I vetëm mund të tregojë se dikush ka mbajtur diçka të fshehur për më gjatë nga sa kishe menduar. Në punë, një lëvizje e heshtur mund të japë një avantazh nëse arrin ta kuptosh përpara të tjerëve. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një emocion që ka qenë I fshehur për shumë kohë. Mos reagoj menjëherë nga emocionet. Është një ditë për të vëzhguar dhe për të kuptuar gjithçka para se të marrësh vendime të rëndësishme. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të marrësh kontrollin mbi situatën. Shigjetari. Një zhvillim që në fillim duket I zakonshëm mund të marrë një kthes shumë më të madhe nga sa mendon dhe kjo mund të bëjë të reagosh më shpejt nga zakonisht. Një moment I vetëm mund të tregojë se një mundësi nuk do të qëndrojë e hapur pafundësisht. Në punë, një situatë e papritur mund të hapë një drejtim të ri që nuk ishte fare në planet e tua. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë emocione që kanë qenë të mbajtura në heshtje për një kohë të gjatë. Mos u kap fort pas asaj që kishe menduar si të sigurt. Është një ditë për të lëvizur dhe për të mos humbur momentin e duhur. Nëse arrin të reagosh pa frikë, mund të hysh në një fazë me ndryshime pozitive. Britsjapi. Një zhvillim që në fillim duket I vogël mund të ndikojë më shumë nga sa mendon dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se një situatë nuk është më aq e qëndrueshme sa dukej. Një moment I vetëm mund të tregojë se është koha për të ndryshuar një plan që nuk po funksionon më si më parë. Në punë, një vendim I nxituar mund të krijojë pasoja që do të ishte e vështirë t'i korrigjoje më vonë. Në marrëdhënie, një distancë emocionale mund të bëhet më e dukshme dhe të shtyjë drejt reflektimit serioz. Mos u përpiq të kontrollosh gjithçka njëkohësisht. Është një ditë për të reaguar me maturi dhe për të parë realitetin me qartësi. Nëse arrin të ruash balancën emocionale, mund të shmangësh komplikime të panevojshme. Ujori. Një ide që lind papritur mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që të ka shqetësuar prej kohësh dhe kjo mund të japë një drejtim krejt tjetër. Një moment reflektimi mund të tregojë se përgjigjja që kërkoje nuk ishte larg, por thjesht nuk e kishe parë nga këndi I duhur. Në punë, një zgjidhje jo e zakonshme mund të japë një avantazh që të tjerët nuk arrin ta kuptojnë menjëherë. Në marrëdhënie, një bisedë e papritur mund të zbulojë një anë të dikujt që nuk e kishe parë më parë. Mos e kufizo mendimin me mënyrat e vjetra të vepruarit. Është një ditë për të eksperimentuar dhe për të reaguar ndryshe. Nëse beson tek intuita jote, mund të hapësh një drejtim të ri. Peshqit. Një ndjesi që nuk arrin ta shpjegosh plotësisht mund të bëhet më e fortë gjatë ditës dhe të tregojë se diçka po ndryshon në heshtje rreth teje. Një moment I vetëm mund të bëjë të kuptosh se një situatë emocionale nuk mund të vazhdojë më në të njëjtën mënyrë si më parë. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë që të ndjekësh instinktin edhe kur logjika nuk të jep përgjigje të qarta.
Në marrëdhënie, një reagim i vogël mund të zbulojë një të vërtetë që ka qenë e fshehur për shumë kohë. Mos e injoro atë që ndjen veten sepse nuk arrin ta shpjegosh menjëherë. Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të reaguar me sinqeritet. Nëse arrin të pranosh realitetin, mund të ndryshosh vazhdimin e situatës. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën sinjali nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.